Turizmi në Shkodër po njeh një rritje të ndjeshme dhe përpara nisjes zyrtare të sezonit. Një grup studentësh nga Belgjika zgjodhën pikërisht Shirokon për të eksploruar natyrën. Ata tha se janë të manitur nga peizazhi i mrekullueshëm që bashkon malin me liçenin, teksa dëshironin të shijonin eksperienca të veçanta përmes sporteve ujore, si kanotazhi në liçenin e Shkodrës. I think it's a very beautiful city. I love the houses. Mendoj se është një qytet shumë i bukur, shtëpit janë shumë moderne, desha të vi këtu sepse doja të shihja liçenin dhe nëse jam aq i guximshëm të notoja në liçen, është një liçen shumë i bukur dhe unë dua shumë të shoh vende që kanë liçenin dhe malin së bashku, është shumë këndshëm. Because it's a beautiful city and Zgjodhëm Shkodrën sepse është një qytet shumë i bukur dhe këtu ka shumë male. Megjithatë uji në liçen duket shumë i ftohtë. Erdhëm sepse jemi student, kemi pushime dhe këtu është shumë mirë. Yes, it's a gift for me. Kjo bluzë është një dhuratë për mua dhe më pëlqen. Përshtypja ime e parë, siç themi në frëngjisht, është një peizazh i bukur, është një vend shumë i mirë, njerëzit janë të mirë, të buzëqeshur, bashkëtesa fetare mes muslimanëve, katolikëve dhe ortodoksëve është diçka shumë e mirë. Unë nuk e zgjodha Shqipërinë, e zgjodhi mësuesja, por personalisht po më pëlqen shumë. Mësuesja ime propozoi Shqipërinë dhe unë i thash po. Shkodra po e dëshmon gjithnjë më shumë potencialin e saj turistik. Ky qytet po shndërrohet në një destinacion të dashur ndërkombëtar, ku natyra, kultura dhe mikpritja ndërthuren në mënyrë unike.